Lyeni këmbët me udhëllmove para gjumit dhe do shpëtoni nga ky problem. Do mrekulloheni nga rezultatet. Udhëlla është një element që mund të gjendet kudo. Kur është fjala për këmbët, është treguar se udhëlla ndihmon në zgjidhjen e disa problemeve si aromat e pakëndshme, këmbët e atletit dhe shumë më tepër. Vetitët dhe acidet e udhëllës së mollës ndihmojnë në zbutjen e lëkurës së këmbëve duke zgjidhur problemin e këmbëve të plasaritura. Udhëlla ofron shumë përfitime shëndetësore thjesht duke përdorur atë një herë në javë në këmbët tuaja, citon Elthiside. Ndërsa aroma e saj nuk do të tërheqë shumë, funksionon me të vërtetë dhe dëshmitë tregojnë se përdorimi i saj mund të ketë një zgjidhje mjaft të mirë për shëndetin tuaj. Vetëm mos harroni se ky produkt do ju ndihmojë të eliminoni bakteriet dhe mikrobet që gjenden me bollëk në këmbët tuaja. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Udhëlla, ashtu si shumë njerëz e dinë, mund të përdoret për të luftuar problemet të frymëmarrjes, tretjes, madje edhe humbjen e peshës. Ndërmjet përdorimeve të tjera të udhëllës së mollës mund të kujtojmë disa. Na ndihmon në luftimin e zbokthit, lehtëson dhimbjet e fytit, eliminon erën e keqe në shtëpi dhe zvogëlon erën e keqe të këpucëve dhe të këmbëve. Por ne do të flasim për një dush të këmbëve me udhëllmove. Sigurisht që tashmë keni dëgjuar për këtë teknikë edhe të përsëritjes dhe përparësisë që ajo sjell. Varësisht se si e përdorni atë, rezultatet do të jenë të mrekullueshme. Dushi i këmbëve me udhëllmove duhet të bëhet me ujë të ngrohtë dhe gjëja më e mirë është që, nëse preferoni, ne mund të shtojmë edhe erza ose madje edhe kripra aromatike. Dhe rezultatet janë të jashtëzakonshme. Ju do të vini re se këmbët tuaja bëhen më të buta ditë pas dite. Të qarta, mund të jenë gjithashtu edhe rezultate, duke zhdukur çarjet e këmbëve dhe largoni aromat e pakëndshme tipike të tyre. Ngroheni ujin deri në 18 gradë. Vendosini këtë ujë në një enë dhe zhytini këmbët tuaja duke shtuar një gotë udhëllmove. Nëse preferoni, ju mund të shtoni disa pika vaj esencial livando për të përmirësuar erën dhe për të stimuluar gjumin. Lërini këmbët të zhytura për 15 minuta dhe nuk do të zhgënjeheni. Rezultatet që do të merrni nga ky përdorim do të jenë vërtet fantastike. Udhëlla e mollës është ndër produktet çuditëbërëse që nuk duhet të mungojnë kurrë në kuzhinën tuaj. Edhe pse përdorimet e saj e tejkalojnë hapësirën e gatimit dhe shijimit. E pasur me kalcium, magnez, potas, flor, fosfor, vitamina A, B1, B2, B6, C dhe E, acid acetik, pektin, beta-karotene të tjera, ky produkt është pa diskutim një depo e vlerave ushqyese që duhet të përdoret her pas here në ritualin e përkujdesjes së fytyrës dhe të trupit. Në këtë video do ju sjellim një përdorim të udhëllës së mollës që ndoshta nuk e keni dëgjuar ose praktikuar më parë. Siç e dini, këmbët janë në pjesa më ekspozuar gjatë verës. Shapkat me gishtë dhe sandalet janë shumë komode. Kjo është e vërtetë, por ekspozimi i këmbëve ndaj pluhurit dhe rrezëve të diellit mund të ndikojë negativisht. Në këtë video ju propozojmë që të fusni këmbët në një enë me udhëllmove për 30 minuta dhe rezultatet do ju habisin. Ja cilat janë përfitimet e këtij trajtimi. Luftoni mykun e këmbëve dhe thonjtë të zhveshur. Udhëlla e mollës ka në përmbajtje të saj acid acetik, i cili ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore, të cilat eliminojnë mikroorganizmat që shkaktojnë probleme të mësipërme. Në një enë, siç e shpjeguam më herët, shtoni 2 filxhan kafeje udhëllmove dhe ujë të vakët dhe i fusni këmbët për 30 minuta. Ky veprim duhet të përsëritet 3 herë në javë. Ajo do të eliminojë gjithashtu lythat e këmbëve. Lythat e këmbës ndryshojnë nga ato të duarve. Ato janë masa e lëkurës së vdekur, të cilat shfaqen kryesisht gjatë gjithë gjatësisë së shputës. Shtoni ujë dhe udhëllmove në një legend dhe i lini këmbët të pushojnë për 30 minuta. Më pas i thani me peshqir dhe fërkoni pjesën e lythave me top pambuku të njomur me udhëll. Qetësoni kruajtjet e këmbëve dhe rezultatet e erës së keqe do të largohen. Kruajtje në këmbë shkaktohen si pasojë e çekulibrave të pashit të lëkurës së saj ose si pasojë e rritjes së bakterieve në këtë pjesë të trupit. Ndiqni praktikën e mësipërme dhe do të shpëtoni nga ky problem. Praktikë shumë efektive edhe për të eliminuar erën e keqe të këmbëve, krijuar si pasojë e përdorimit të këpucëve jo komode, materialeve të papërshtatshme dhe djersëve të tepërta.
Ndjekja e këtyre aplikimeve me udhëtulmove mund të jenë rezultate fantastike për erën e keqe të këmbëve tuaja. Këmbët e buta dhe të shëndetshme janë një dëshmi e çdo të rrituri, pra nuk ka rëndësi nëse jeni burr ose grua, kur vjen puna te shëndeti i këmbëve. Siç dihet, janë një pjesë më delikate e trupit që shqetësimi në to mund të thotë edhe ndryshime të mëdha në trup. Zgjedhjet për këtë problem mund të jenë të shumta duke filluar që nga zgjedhja e këpucëve të duhura, ecja ose trajtimi i duhur i lëkurës. Në këtë video do të ndalemi tek trajtimi i këmbëve në mënyra natyrale për të pastruar sa më mirë këmbët tuaja dhe për t'i patur ato sa më të buta dhe më të shëndetshme. Ndiqni këto hapa. Për këtë do ju duhet 1 filxhan kafe krip, 2 filxhan kafe sot buke, 1 limon i shtrydhur, 10 pika nga vaji esencial i trëndafilit ose lavandë dhe ujë. Por si të veproni? Mbushni një kovë ose legen me ujë të vakët ose të nxehtë dhe brenda shtoni të gjithë përbërësit. Është me rëndësi që uji të jetë disi i ngrohtë në mënyrë që të merrni rezultate të dëshiruara. Pasi të keni hedhur kripën, sodin dhe limonin, zgjidhni vajin tuaj esencial sipas dëshirës. Nëse këtë radhë nuk ju gjendet një në shtëpi, mund të anashkaloni këtë hap dhe të përdorni vetëm përbërësit e tjerë. Kështu, për të përgatitur ju duhet ujë, zhytini këmbët e pastra në të dhe lini të pushojnë për 30 minuta, derisa uji të fillojë që të ftohet përsëri. Gjatë kësaj kohe, her pas here mund t'i fërkoni këmbët me njëra tjetrën pa i nxjerrë nga uji. Më pas hajini lehtë me peshqir dhe përdorni një lim ose gur të posaçëm për këmbët për t'i lëmuar ato. E gjithë lëkura e vdekur duhet të eliminohet në këtë mënyrë. Keni kujdes të mos i dëmtoni këmbët tuaja teksa limoni me lim dhe gjithashtu mund të mos ushtroni shumë presion. Pasi ta keni bërë këtë proces për disa minuta, shplajini këmbët me ujë të pastër dhe i thani sërish. Në fund do të arrini që t'i keni të buta të pastra dhe lyeni pak krem dhe pushoni për disa minuta. Rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë fantastike. Gjithashtu këmbët tuaja duhet të mbahen sa më të shëndetshme për të evituar kështu komplikacionet e tyre. Ekspertët tregojnë se për të patur këmbë më të shëndetshme pas një dite të lodhshme duhet të ndiqni disa hapa përkatës. Ka rreth 29 muskuj në këmbën e njeriut. Edhe pse një ditë e vështirë në punë ose periudha të gjata qëndrimi në këmbë mund të duket sikur secili prej tyre po bërtet. Për të lehtësuar këtë shqetësim, provoni të ecni në një vend të ndjeshëm. Ecni zbathur në terene ku ka shkëmbinj të lëmuar, lëvore peme, gjethe ose bar, dhe do t'i jepni një ndjesi relaksie këmbëve tuaja. Masazhoni shpesh këmbët tuaja. Për këmbët të lodhura, provoni të kombinoni një masazh të këmbshëm të këmbëve. Gjatë larjes suaj, përdorni një furçë larëse krem dhe butësisht masazhojeni ato në këmbë. Kjo është e shkëlqyer për ata që përpiqen të shmangin kallot dhe çarjet e themrave. Masazhoni këmbët me një top tenisi. Nëse keni nevojë për një masazh relaksues, por dëshironi të lehtësoni ato në mënyrë të menjëhershme, pas një dite të gjatë në punë, kjo është një zgjedhje për ju. Me pjesën e shputës së këmbës, rrëshqisni butësisht topin e tenisit në një masazh të këndshëm që mund t'ju qetësojë. Ushtroni këmbët. Për të forcuar këmbët, provoni t'i shtrini dhe t'i ushtroni. Ekziston një ushtrim shumë i thjeshtë që mund ta provoni. Vendosni një peshqir të vogël në tokë në një sipërfaqe të lëmuar. Vendosni këmbët në fund të peshqirit duke lënë shputat në peshqir. Vendosni akull. Nëse themrat e këmbëve tuaja duken të intura ose të lënduara, ka shumë të ngjarë që mund të jeni duke përjetuar një lloj inflamacioni. Nëse kjo ndodh, provoni të mbështillni akullin në një peshqir dhe ta vendosni në këmbë për 15 minuta. Nëse dhimbja vazhdon, këshillohuni me një mjek për të marrë trajtime të specializuara. Provoni gjithashtu maskën me banane. Nëse ndiheni sikur këmbët tuaj janë të lodhura, ilaçi mund të jetë në kuzhinën tuaj. Për një pastë banane, receta është shumë e thjeshtë. Në një tas shtypni një banane në mënyrë që të fërkoni këmbët pasi t'i keni larë me ujë të ngrohtë. Mund të shkurtoni dhe thonjë. A keni ndjerë ndonjëherë që gishtërinë të tuaj po ju dhemin pas një dite të gjatë në këpucë? Ka shumë mundësi që thonjtë të tuaj të jenë më të gjatë se duhet dhe ushtrojnë në presion tek gishtat tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.